Jemi në këtë sken ku ëndra dhe magjia bëjnë realitet. Stina Vjeshtës mban emrin kënga magjike. Dhe jam I lumtur t'ju ftoj ta gjeni veten në secilën këngë. Janë këngët tuaja dhe nën hashtagun BeMagic, le të fillojë java e tretë e kënga magjike 2025. Me kënaqësi po shoh se këngët e këtij edicioni kanë filluar t'ju shoqërojnë kudo ku jeni. Ndërsa për të gjithë miq virtual, kujtoj të votoni këngët e preferuara të javës në faqen zyrtare këngamagjike.com. Kujdes, për secilën nga këngët llogaritet vetëm një vot deri në fund të javës. Le të kujtojmë edhe një herë fragmentet e 6 këngëve pjesëmarrëse të javës kaluar. Afro, kategoria B, Kuba. Në shpirtin tim ka me zjarr. Është Reanu që këndon këngë me titull S'kam faj. Oj ti vajz, Jessica Polo. Kategoria New Artist, Petro Feza vjen me këngën Jeto. Ilva Limi, Të kërkova në çdo fjalë. Dhe drama nga Vivian Biaggioni. Nëse keni planifikuar ndonjë udhëtim të gjatë, them se mund të keni një mini festival në makinën tuaj, sepse në Radio Klan do të mund t'i dëgjoni të gjitha këngët e festivalit me programe të dedikuara. Tani, si thoni, jemi gati për muzikë? Fatmirësisht nuk do të ketë tërmet, por pas pak themelet e kësaj skene do të tunden, sepse do të nisim me shumë ritëm. Miku I parë që do të elektrizoj skenën vjen nga bota e rapit. Hitmaker që nga viti 2004 numëron mbi 80 këngë në repertorin e tij. Diti jetë sa bad boy rebel, aq edhe kavalier. Nëse ju them mirëmbrëma, s'po më merrte gjumi, do ta kuptoni se kush do të vi. Apo jo? Kush? Për herë të parë në kënga magjike Gjibani. Mirë se vjen, mirë se vjen. Mirë se gjeta Ardit, mirë se gjeta Ardila Shqiptare në kënga magjike. Faleminderit. Përveç Crazy Girl ose Angela Peristerit, a ka ndonjë vajzë që për ty thot Gjibani, s'po më merrte gjumi? 1 million dollar question. Po duhet jenë disa apo jo ajo që duan? Do të thënë ka shumë, po jo ajo që do ti. Po. Ma kuptova. Ti je një ndër reperet e parë që I solle identitet hip-hopit shqiptar. Kur kthesh në kohë, a ka patur dikush që ka dashur të të ndalojë rrugën? Absolutisht, akoma vazhdojnë. Akoma vazhdojnë? Po, absolutisht, kanë qenë shumë. Kanë menduar në fillim që ky është një person I cili takon rrugës dhe jo muzikës as pak. Unë jam djalë ushtaraku, baba im ka shkruajt, është edhe shkrimtar. Të dy prindrit I kam intelektual, kështu që sado që jam hip-hop nuk mund të harroj rrënjët e mia, nuk mund të harroj që jam brez I viteve të 10 nga vik, kështu që sado që I kaloj ato kufit, prap jam rrit me jam rrit me Jon, jam rrit me Parashevisi Mav, me Ardjebe, jam rrit me Till, kështu që nuk Ik dot nga rrënjët. Por ka njerëz që përpiqen të më. Shiko, showbizi është një luftë e fshehur, por cili ka qenë momenti yt më I ashpër në këtë luftë? Momenti më I ashpër janë disa momente, por momentet më të ashpra janë për shembull kur dëgjoj antagonistët e mi, repistat, reperat e tjerë, duke mos dhënë respektin që meritoi biles duke bë dise pa emër. Të paktën kur godasin dhe gjynë me emër, është më e hijshme, më e ndershme. Nuk kanë guxim. Ndoshta. Ose nuk kanë argument. Tani, në këngën tënde më të re, ti thua, ti me mu ke rënë dashni. Tani, së pari, kush ka rënë dashni me ty dhe ma përshkruaj pak vajzën ideale tënde? Vajza ideale, tani për sa I përket tipareve të fytyrës e të trupit, okay, normal duhet jetë elegante, I ka syt jeshil, I ka flokë bjond. Bjonde? Pa. Patjetër, po. Edhe si cilësi? Si cilësi lojale, besnike. Besnike? Po, besnike. Do të doje të qeshur, apo melankolike? Apo do të doje që të sillte në qef me humor?
Apo të të sillte një qef me përkëdheli? Jo, do doja ta sillja unë në qef, jo të më sillte ajo në qef mu. Po Okej. Çado që t'ishte, sido që t'ishte, vetëm do doja t'ishte e vërtet. Do doja që të m'jepte anën pjesën e saj të vërtet, jo të shtirë. Si edhe kënga jote, kënga magjike. Po pse ke titulluar këngën në Kënga Magjike, Gjibani vjen me këngën me titull Kënga Magjike. Kam pas ëndër të fshehur në qytetar, të marr pjesë te Kënga Magjike, kur kam vajt në Suedi për herë të parë, mos më gabim në 2005-ën, ka qenë, që kam shkruajtur si tekst refrenin. Dhe Qatë here? Po, qatë herë. Ka 20 vjet ky tekst? Refreni si ide Ka 20 vite? Po, ka 20 vjet. Dhe karriera ime artistike ka po aq vjet sa Kënga Magjike, sepse dhe unë festoj 25 vjetorin e qenit Gjibani, si vjet. Po do na shkojmë mbar atë të dyve, edhe ty në karrierën e Këngës Magjike. Vjen me Kënga Magjike, me Kënga Magjike Gjibani. Jo, Gjibani, Kënga Magjike. Ti më kera ndashni, as vetë se dite, se më se kam me da ty. Ti moj serioze, ti moj nevrike, o ti më kera ndashni, as vetë se pride, se veç për ty do kisha sy, është kjo Kënga Magjike. Kishe arbër tjetër po se dite, energjia ime se ty kishte me pëlqy, vetën e përmbajte se nuk deshe, me u lidh me mu e unë me u lidh me ty. Kishe arbër tjetër se dëgjoje, zora trete rotull që u rejnë dhe më shajnë, trupi ta kërkonte po nuk doje, njerëzve të shkoje kundër për fjallët që thanë. Ti me mu kera ndashni, as vetë se dite, se mërën se kam e da ty. Ti moj serioze, ti moj nevrike, o ti me mu kera ndashni, as vetë se pride, se veç për ty do kisha sy, është kjo Kënga Magjike. Jo një peqi, jo Gucci dhe Versace, klasi shik edhe me u vesh me raqe, eksotik nuk kam bi me këta në pache, I'm so damn sick, nuk shërohem me ilaqe. Keni iket se prej huni në pache, baby mu kanë gjit me rëshpirtin se ma knaqe, full erotik edhe kure pusht në faqe, kam stilin magjik ta bojnë zhurëm si kanache. Ti me mu kera ndashni, as vetë se dite, se mërën se kam me da ty. Ti moj serioze, ti moj nevrike, o ti me mu kera ndashni, as vetë se pride, se veç për ty do kisha sy, është kjo Kënga Magjike. Kënga Magjike. Faleminderit. Shumë faleminderit. Faleminderit për këtë energji të Kënga Magjike në Kënga Magjike. Faleminderit Gjibani. Këngëtarja e dytë big vjen nga Shkodra. Mund të them me bindje se është rritur në këtë skenë, ku për herë të parë debutoi në vitin 2021 me këngën Hana. Aso kohë vajza çapkën edhe me ëndra ndoshta nuk e dinte se ylli i saj do të ishte në ngjitje. Vjet na ngroh zemrën me këngën Çka thot për mu, po këtë vit çfarë do të thot? E presim Martina Serreqi. Mirë se vjen. Se u gjeta. Më je rritur apo më duket mua? Ndoshta tokat pak. Martina, tash më big. Çfarë emocioni është? Është emocion komplet ndryshe. Më them përgjithësi më e madhe se kur isha një. Ka shumë peshë të madhe. Përpara se të këndosh, do të doja të pyesja, dashuria për ty është thjesht një tekst kënge apo edhe ndonjë përjetim personal?
Pse jo dhe personal? Urrite? Urrita. Okej. A do pranohet ishe në një dashuri toksike, ose çfarë e bën një dashuri toksike? Nuk do pranoja, dhe në fakt do jepja një mesazh për të gjitha vajzat, edhe pse jo djem, sepse nuk ka vetëm çuna toksika dhe goca toksike, se mos i përjashtojmë të shqisë gjinat dhe çunat, por mos rrini në një lidhje, në një marrëdhënie, qoftë ajo shoqërore ose dashurie, që nuk të jep respekt. Çfarë mesazhi? Dhe vim të kënga jote me titull Kilometra. Çdo të thot? Shiko, kilometra, jo se e ke larg personin se është unë në Shkodër ai në Tiranë për shembull, po e ke afër dhe prapë ndjen larg. Shpirtërisht, emocionalisht. Që nga më thellë se ai. Shumë. Atëre kënga Kilometra, Martina Serreqi. Në zemër jeton dhimbja, dashuri jam beti bosh, s'ma shuan do ta spija, se sot ai me tjetrën jeton, ja fala pa kërkuar, edhe vetëm po haroj, çdo ditë po e kuptoj, ai jo nuk ndryshoj, nuk ndryshoj. Dhe pse doja, se kuptoj, por se ndaloj, diku tjetër të doj. E sa kilometra larg sot jemi, zemër e makuar le të mbesi, sa shumë do doja ta rikthej, ato që humbëm ta rigjej. E sa kilometra larg sot jemi, zemër e makuar le të mbesi, më sova si të rej, dashuria më nuk gjej. Se në sytë e ti e lexova, ajo që ndërtuam sot përfundoj, të fto distanca na ka kthyer, asgjë nuk është më njësoj. Dashuria nuk ftes me një fjalë, por me heshtje që vret më shumë se malli. Kohën jo më nuk ta fal, nuk ta fal, jo më nuk ndryshoj. Dhe pse doja, se kuptoj, por se ndaloj, diku tjetër të doj. E sa kilometra larg sot jemi, zemër e makuar le të mbesi, sa shumë do doja ta rikthej, ato që humbëm ta rigjej. E sa kilometra larg sot jemi, zemër e makuar le të mbesi, më sova si të rej, dashuria më nuk gjej. Kilometra nga Martina Serreqi. Krenar për ty. Faleminderit. Martina! Kategorinë Big Artist së javës së tretë do ta mbyll një duet. Edicioni 25 i Kënga Magjike rikthen një kampione, e cila është ndër nismëtarët e këtij festivali që nga viti 1999. Kur ishim në Turqi në emisionin veror,
Unë e di se si kam ndëjtur pa e zbuluar surprizën. Këtë vit ajo numëron pjesëmarrjen e saj të 10. Në këtë pjesëmarrje jubilare, ka bashkuar forcat me një nga emrat më të dashur të muzikës qytetare shqiptare. Dy gjysma që bëjnë një të plot, Rovena Dilo dhe Gena! Mirë se vini në shtëpi. Jo. Jam i lumtur kur shoh dy artistë me kuptimin e plot të fjalës big, të cilët besojnë në misionin dhe forcën e një festivali. Absolutisht. Rovena, në 10 vite pjesëmarrje ti ke shënuar histori. Si do ta përcaktoje sot këtë këngë në vitet e tua magjike këtu? Pjekuria. Nëse do duhej të zgjidhje një moment emocionues në historinë e Kënga Magjike, cili do t'ishte? Ne do puthemi. Okej, po pse? Ka duar trokitur salla në një mënyrë që isha bërë me pupurriqe. Aq ishte jashtëzakonshme. Gena, ti sot vjen me mision vetëm për të kënduar apo edhe me një dedikim dashurie? Unë vi me të dy misionet, dhe për të kënduar dhe për të dashuruar. Të dyja. O Gena, më në fund në Kënga Magjike, si ndodhi që ti e këtu? Unë kam pasur të gjithmonë dëshirë tim në Kënga Magjike, sepse është nga festivalet më të bukura për mua, edhe s'ma merr mendja se ka festivalet tjetër më të bukur në Shqipëri, por sa herë i kufizuar me aktivitetet e mia, i zënë dhe për të qenë korrekt, dhe unë prioritet kam korrektësinë, kur jap dikujt fjalën dhe mos shkoj është shumë problem për mua. Ndërkohë si ndodhi që u bashkuan tani? Unë mendoj se Na bëri bashkë. kjo vajza e bukur këtu, Rovena Dilo. Edhe gjithë ky djali, Genalito, në atë zërin e dashur dhe të ngrohtë. Rastësia na bëri që ne të ishim të këndonim diku këtu në një festë në Klan. Në natën greke. Natën Ne greke. kënduam një këngë shumë të bukur të Janis Parios. Edhe pam që na shkonin shumë zërat bashkë. Dhe vendosëm të bëjmë një këngë. Dhe kjo kënga pasaj Përfundoi në Kënga Magjike. Në Kënga Magjike. Që ne e duam shumë. Mezi presim që ta dëgjojmë këngën. Faleminderit. Dhe ashtu siç muzikën ne kemi në ADN, kënga e tyre titullohet ADN. Gena dhe Rovena Dilo. Faleminderit. Kur më shqikon ashtu, e kur më flet ashtu, në këmbë dhe mia derdh me mira hyje. E kur më prek ashtu, e përkëdher ashtu, zojt të ndojnë për mua e jo në pyje. Atë nga ime, janë buzët e tua, jenë në trupin ti në çdo qelis. Tua pos tua, kush më pyeti mua, perëndesha ime dashuris. Atë nga ime, janë buzët e tua, jenë në trupin ti në çdo qelis. Tua pos tua, kush më pyeti mua, Kavalieri im i lumturis. më duket s'ta kam thënë, por po ta them tani, pa ty s'dua t'jetoj as se një ditë. Kështu jam djerë dhe unë, as më pak as më shumë, mëngjes edhe me ty të më hapen syt.
Atë nëja ime, janë buzët e tua, je në trupin tim në shto qelis. Tua po s'tua, kush më peti mua, perëndesha ime dashuris. Fund të botës për të shkoj, do jeshe imja sa të roj. Ashtu do t'jem, e jo t'ja për gjithmonë. Atë nëja ime, janë buzët e tua, je në trupin tim në shdo qelis. Tua po s'tua, kush më peti mua, perëndesha ime dashuris. Atë nëja ime, janë buzët e tua, je në trupin tim në shdo qelis. Tua po s'tua, kush më peti mua, Kavalieri i luturis. Rovena Dilo dhe Gena. Kënga magjike, kilometra ADN, ishin 3 këngët e artistëve big në javën e tretë. Këngët do të keni mundësi t'i dëgjoni në YouTube në hashtagun BeMagic, ndërsa puntatën e plot do të mund ta ndiqni në YouTube në kanalin Kënga Magjike. Mos harroni të votoni me yje këngën tuaj të preferuar në faqen zyrtare këngamagjike.com ose të bëni follow në Instagram Kënga Magjike Official. Gjibani, Martina Streqi, Rovena Dilo dhe Gena pas pak të bashkojnë Fronit të Juris me Enkel Demi dhe Onida Maliqi. Këtë do të zbulojmë së bashku me Anën, energjinë e re të kategorisë New Artist dhe ndërkohë pak publicitet. Energjia e të rinjve ndihet në çdo cep të studios dhe jam këtu për kategorinë që na përfaqëson më së miri, New Artist. Është java e tretë dhe sot do t'jenë me ne 6 artistë të rinj. Gjatë viteve të kaluara, nëse mbani mend, çdo javë kanë kënduar 5 artistë, por ky vit ka patur një interesim shumë të madh nga brezi ynë dhe jo vetëm. Ndaj do kemi javë me 5 dhe me 6 artistë të rinj. Ndërsa, se ç'bëhet në kategorinë Big, e ruan ekskluzivitetin akoma edhe për ca kohë, Ardit Gjebrea. Nuk e kuptova këtë batutën tënde edhe për ca kohë. Jo, ti është diçka mes meje dhe publikut. Pastaj, sa herë që nuk intereson diçka thuhet, nuk e kuptoj. Po ti e di interesin dhe prioritetin tim. Puna, dhe pastaj vjen fjalia. Po për kë punoj unë dhe i njëjti diskutim mes brezave në familje. Kjo ndarja mes brezave kam përshtypjen që nuk na pëlqen të dyja palëve. Ne ndjemi të rinj, ju ndjeni të rritur. Po pse nisëm këtë diskutimin? Nga prezantim. Gjithsesi kthehemi në detyrë. E fillojmë nga Juria. Antarja e parë e Juris përfaqëson gjeneratën tonë. Vjet ajo fitoi statusin Big dhe tani do të vendos standarde të reja. Por, standardet e një jurie janë që votat nuk mund të jenë numër çift. Atëherë, ajo bashkohet me atë që di të krijoj zhurmë, që di të krijoj trende, që di të jetë edhe special. Martina Streqi dhe Gjibani. Ndërsa jo di si të rezistoj kohës në më të mirën e saj, ashtu si vetë jeta di të jetë e butë, por edhe ashpër. Onida Maliqi. Faleminderit. Çdo këshill e tij është si një faqe enciklopedie. Misioni i tij është 360 gradë, por stacioni i preferuar mbetet fjala. Enkel Demi. Faleminderit shumë, Ana. Të gjithë e dim që kur thuhet bota e madhe është me ty, pas qëndron Rovena. Por si do ta vlerësoj ajo sot botën e të rinjve? Rovena Dilo. Ai jeton me publikun dhe jam e sigurt se energjinë pozitive do t'ju pasoj të gjithë yjeve të rinj që do të vinë sot këtu. Gena.
Dhe ndërkohë që juria është formuar, kujtoj se dikush dëgjon me përpikmëri se cilën këngë tek regjia. Është mister, ashtu si dhe vendimi që do të ndryshojë fatet në fund të javës së 10, sepse vetëm në javën e 10 do të shfaqen 3 anëtaret e tjera të jurisë. Dhe me që kuptuam, atë javë Kelly do t'jeti vetëmi kavaljer mes 4 damave që do thoja i goxha jo toleruese, Kelly. Por ne përshëndesim surprizën e tretë. Përshëndetje! Me zi pres që të jemi sërish bashk në këtë skenë. Po si e Mirje, më ke munguar gjithë të kohë. Të kam munguar dhe unë? Më bëj një zemër me dorë të shoj që të kuptoj. Okej, ajo zemra jote, mirë. Sipas rregullit të votimit, kënga duhet dëgjohet minimalisht deri në mes të saj pa e shtypur butonin. Dhe vetëm pas refrenit të parë mund të filloj procesi i votimit. Me 3 jeshile, kënga kalon fazën e parë. Me 3 të kuqe, kënga ndërpritet. Akullin do ta shkruaj një këngëtare e cila vjen nga ethet e garës. Nëse kohën e kthem pas, kujton se ka qenë gjysmë finaliste në Mam po ti. Dhe sot, në stacionin e dashurisë, do të na tregoj një histori. Me këngën në stacion, Leandra Godaj. Koha sot për ty ndaj, s'po mbaron ky acar, si qelq zemra ime, u thë dal nga dal. Se sot ky shit vërtet të më thot, apo e shumë dashnin tot. Shumë e mirë. Nëse një ditë do të takoj, asgjë s'do jetë më njësoj. Ti udhëtar që nuk u ktheve, mari këtë zemrën që rombeve në stacion të dashurisë. Dhe pse i pa feti muro feje, përdor në zemrën dhe gënjeje në stacion të dashurisë, që sot nuk ekziston. Bravo! Në një të lajo pikturoj, një dashuri që përfundoj. Të visi pak. Adresa nuk lam, as fjalë jo nuk dham, e rolit i ndam. Se sot ky shit vërtet të më thot, apo e shumë dashnin ton. Nëse një ditë do të takoj, asgjë s'do jetë më njësoj. Ti udhëtar që nuk u ktheve, mari këtë zemrën që rombeve në stacion të dashurisë. Shtypim, shtypim. Dhe pse i pa feti muro feje, përdor në zemrën dhe gënjeje në stacion të dashurisë. Nuk ekziston, nuk ekziston. Të vjen si e përsëritur. Në stacion të dashurisë, që sot nuk ekziston. Faleminderit. Shumë faleminderit. Leandra Godaj, 5 jeshile, urime! Kënga në stacion, publiku në këmbë për ty. Faleminderit publiku që mbështet kaq fort artistët e rinj. Rovena, shtype jeshilën e parë. Më thuaj pak, çfarë të pëlqeu? Më pëlqeu. E gjitha, edhe më pëlqeu që i shqipton shumë mirë fjalët, edhe shumë e rëndësishme kjo për një këngëtar.
nuk i kaloj shpejt e shpejt, nuk i ra përsipër, por çdo fjalë në kokë, më dha emocion, edhe unë po e këndoja në fund, këngën bashkë me ty. Jam kurioztar pse Keli e vonoi kaq shumë jeshilën e tij. Sepse kisha një dilemë shumë të madhe dhe po shija Jonidën, qofse Jonida do vinte drejt dilemës time, pa burrar që dhe ajo kishte një farë hezitimi. Mu duk sikur kishte një pasiguri, sidomos në pjesën e parë të këngës. Edhe kjo pastaj po më bënte shumë dyshues. Megjithatë konsideroje një fitore të madhe, por edhe pasiguria jote mund të ketë qenë nga emocionet, nga gjithçka, domethënë. Pastaj nuk ishte shumë e tolerueshme nga ana ime të shtypja të kuqen kështu siç më e bërti si një dea i lirike, domethënë kishte këmbë. Martina dhe Gjibani, në një mendim, ju pash që po komunikoni, çfarë po thonit? Wow, çdo gjë ishte wow. Bukur, pastër, pa gabime. Gjibani si të duk? Unë fillimisht isha pak skeptik për veshjen, me thënë drejtën, e pyeta Martinën, i thash si të duket veshja. Më tha, kjo vajza këndon shumë bukur, edhe hajtë thash ja të dëgjojmë sa bukur këndon. Po çfarë nuk pëlqeu ty te veshja? Nuk thash se nuk më pëlqeu, thjesht më bëri përshtypje. Më duk pak, nuk e di, më duk deklaratë shumë e fortë. Domethënë, vetëm një zë potent do mund ta mbështeste si veshje. Tani do e kishte këtë zërin që ta mbështeste këtë veshje dhe siç u vërtetu e ka. Pra një veshje e guximshme me një zë të guximshme. Joni, atëherë, perceptimi im është një këngë e madhe, një këngë plot emocion dhe ti ke overdose emocioni. Mundohu të përmbash veten, sepse ka momente që të rrëshqet. Janë disa gjëra aq të vogla teknike, por që në fazën tjetër duhet i marrë shumë konsideracija. Ajo skena madhe nuk do gabime. Po sa bukur të rritu jeshilja me fustanin? Thua do jem kaq bujare sot? Gena! Vajza më pëlqeu shumë sepse mua më dha shumë emocion që kur filloi kënga dhe për të bërë me në arsye sepse dhe ajo ka një diksion shumë të mirë, ka vesh të mirë, intonativ edhe ritmik. Por këngën në ka shumë të bukur. Kështu që unë ja dash me shpirt i jeshilën. Ta gëzosh. E shoqëroj të voglën sepse ka ardhur sa vite u bën që nga mam po ti kanë kaluar. 4-5 vite. Pra 4-5 vite më parë ka qenë le ta quaj në shkollën e mam po ti dhe unë jam kaq krenar kur e shoh që merr 5 jeshile. Ju keni rritur vetë të gjithë bashkë, më doçkën Ana prezanton. Nuk ka emocion më të madh se kënga e parë. Këtë ndjesi do ta jetoj artisti i dytë i ri, i cili është më i vogli në javën e tretë. I duen minimalisht 3 jeshile që pasionin për muzikën dhe studimet në liceun artistik të ndihmojnë për të kaluar këtë fazë të konkurimit. Kënga titullohet Harom, Jason. Sa i ri që ka. Pas ka emocione. Ka emocione po. Dala vetën, ose shumë doja me të fol. Duket se po lodhem kot, se ti më thesh kohë, mos haro. Ishe njeriu im, nuk je mo, më thonë se kam bo gabim, unë i them jo, kërkoj pak shpëtim, më ndihmo. Dhe harom e mos kujto sa kollaj e keti me thon, po zemra s'ma pranon. Zemra s'ma pranon. Kollaj, sa kollaj. Thuj harom e mos më kërko sa kollaj e keti me po zemra s'ma pranon. Jo zemra s'ma pranon. Lodhem kot me mohu sa t'kom dasht, nëse ndjene mungesa e shfaq. Kilometra sa shumë kelon pas, t'paktën mere këtë dhimbje të ndaj. Ishe njeriu im, nuk je mo, më thonë se kam bo gabim, unë i them jo, kërkoj pak shpëtim, a më ndihmo.
refreni. Zemra s'ma pranon Thuj haron e mos më kërko Sa kollaj e këti me thon Po zemra s'ma pranon Jo zemra s'ma pranon Jason, ke dy të kuqe deri tani të shohim çfarë do të bëhet me të tretën. Jeshi Leonida. Faleminderit. Nuk dua të justifikohem, po kam qenë dhe smur. Do ta them në fund, duhet ta thoja. Ja dhe Rovena, 3 të kuqe, 2 jeshile. Unë e di arsyen pse e ke dhënë kuqen. Pse? Keli. Pse? Prej tekstit? Jo vetëm, nuk ka lidhje vetëm teksti në këtë rast. Po më vjen jashtëzakonisht keq që e kuqja ime në këtë rast ndikon që ti mos të vazhdosh garën më tej. Megjithatë nuk besoj se është vetëm temperatura, domethënë ma merr mendja kënga në kompleks. Jason nuk e justifikon këtë lloj faze. Po ti je vetëm 17 vjeç o burr, domethënë. Ti do na përcjellësh gjithëve ne, domethënë. Gjibani ishte i pari që shtypi të kuqen, pse? Thjesht nuk besoj se është akoma në fazën e duhur për të kaluar në atë nivelin tjetër, sepse diku stonon, diku gërvish zëri më shumë se ç'duhet, edhe nuk është se po bën, le të themi, rap ose një rrym që ja lejon këto kthime. Ato gërvishjet ishim kam qenë me Bajame dhe unë jam smur. Nuk është se... Ato ishim kaq të bukura. Deri. Mu nuk më impresionon. Jonida me qenë se... Atëherë, me qenë se... Hajde të mësoj mirë, se të vole ka që mirë ti tani. Jo, mua më pëlqeu, në materialin muzikor më pëlqeu mbi gjitha refreni. Refreni mbetej edhe ti ishe në pozicionin tënd më të mirë. Më pëlqeu mënyra se si e interpretoi atë, sigurisht kishe pasiguri shumë në strofë, po edhe ajo ngjyrja që të vinte natyrale, unë mendoj që ti duhet punosh vokalisht më shumë me anën teknike. Pastaj kënga të linte për dëshiruar dhe ndoshta ajo të penalizoi. Genam? Pas që s'kishte frymarrje, që kur filloi strofa, nuk pa e ditur që ishte i smur. Megjithatë ti mos u mërzit që unë do dash të kuqe, se gjithë jetën do dash shumë të kuqe. Jeta është me të kuqe vetëm, për të arritur një jeshilje. Roven? Unë pash që i këndonte. Nuk më bindi kënga, sigurisht. Nuk është një zhanër që unë e pëlqej, apo që dua ta këndoj një djalë i ri 17 vjeç, sepse ishte shumë qaramane kënga, për atë moshë që ka ai. Dhe unë nuk ndjehem mirë kur e dëgjoj nga një 17 vjeçar, nga një burr në të ardhmen, që në 17 vjeç këtë lloj teksti. Jasonit nuk i shkon, po t'isha unë për anën do thoshja harroj një këtë povër, okej. Kështu që ishin... Po pse duhet më harrojnë mua njerëzit? Okej, Martina, kishe gjë për të thënë? Unë dua t'i them Jasonit që vazhdo përpara, ke shumë rrugë edhe kohë për të punu. Nuk ishte materiali duhur për mendimin tim, por që bravo që ke marrë iniciativën të vish këtu në Kënga Magjike. Shumë faleminderit. Jason, ikim bashkë se unë sapo mora të kuqen e parë. Flasim në shtëpi. Ajo tashmë mund të konsiderohet e shtëpis. Edicionin e kaluar, ajo naftoi në botën e saj, ndërsa Juria i dha të drejtën për të votuar dhe për të votuar. Nëse edhe këtë vit do të shpërblehet me 3 apo më shumë jeshile në të dyja fazat e festivalit, ajo kalon përgjithmonë në kategorinë Big. Me këngën Nuk t'lus, Drina Sheo. Bravo. Që është kjo gosë, Ana Oksa e re. Nice.
fjallë që tham me erën po shkoj pse do më kthy prap e di s'ka me e të fal s'do me t'pas pran vetes s'do ndjesi e trete këtë dashni e shkele s'me nëse po t'lus me nëse po t'lus me nëse po t'lus Është catchy shumë. I kisha pritshmërit shumë të larta. E që si re gjelezonata Vëm për to zemra nuk kam Basën nuk ishim me fatna Më konë në dy, më bon në dy Duke në gjura në ushtanga Duke konë për të je kaq pak Nga të marrë vetëm disfata Nuk për të mo, nuk për të mo Nuk për të mo S'do me t'pas pran vetes Jo. S'do ndjesi e trete Këtë dashni e shkele S'me nëse po t'lus Nga i nati jo. S'me nëse po t'lus Normal. Nga i Ishe nati si jo. të bëjmë ndryshe. Me nëse po t'lus O kënga? Ka zë fantastik. Kënga top. O këndimi? Drina Sheu, kemi dhe dy vendime për të marrë, mos u konsultoni, ju lutem me njëri tjetrin, ndaj dhe rregulli i votimit është që duhet të përfundoni. Drina kalon, të shohim Gjibani, 3-2. Kënga nuk më pëlqeu. Nuk më pëlqeu, më duk shumë bazik. Teksti, forma, pastaj edhe ti kishe shumë pasiguri në të kënduar, nuk dua të t'jap fare detaje se ku si qysh teksti, du ta dëgjosh veten dhe do më mirë kuptosh. Ndërkohë është futur në territorit e tua, ke Leonida, tek teksti për shembull. Tekstin ka zakonisht drejtë. Një nga arsyet që unë e shtypa më shpejt gjelbër ishte mos më prishej mendja rrugës. Por Drina është një figurë tetë potente në sken, ka zë shumë të mirë. Ka duket një lloj Ana Oksa. Por më paraprive me Ana Oksa. Por ajo eksperimenton, sepse di të eksperimentoj. Ti me këtë tekst nuk e eksperimentuar zë. Kush e ka për tekstin, by the way? Tekstin e kam bërë unë. E je lodh atëre, që ke lodh shumë. Çka doja të pyeta diçka vet. Thuaje. Mbroje punën tënde. Jo më shumë për ta mbrojtur, por më shumë për të shpjeguar. Unë jam kontshente që teksti i këngës është i thjeshtë dhe fabula e kësaj këngë shumë bukur mund të vinte si balad dhe ka qenë qëllimisht e ardhur në një mënyrë ritmike dhe unë kam dashur që të kapi më shumë audiencë, prandaj dhe vjen e thjeshtë. Po mos e bëni këtë kompromis, sepse ti ke një muzikë shumë interesante dhe teksti nuk të martohet me këtë muzikën. Ti eksperimenton të muzikat e pjesa kryesore dhe ndërkohë synoni tekst të thjeshtë. Mendoje sikur këtë këngë ta kishe kënduar në anglisht. A do thoje ti atë lloj refren në anglisht? Kam përshtypjen se jo, domethënë ti ke kapacitete të tjera shumë më të mëdha. Aq më tepër që ti sot vë një bast. Ti mund të kalosh për gjithmonë në këngëtarët big. Nuk mund të vije dot me këtë tekst. Kjo është vetëm një gjë. Po mua do më pëlqente të shija në sallën e madhe. Ti je për atë gjë. Gjibani. Unë me thënë drejtën në mërzita shumë që shtypat kuqen, edhe derisa është fut refreni... Pse ndikoj Martina? Jo. Derisa është fut refreni, po mendoja gjeta Beyoncé në shqiptare. Do më pëlqeu kaq shumë ajo prezenca që është... Pëlqeu kaq shumë prezenca, ato lulet kur ishte poshtë mënyra... Je fejuar? Pastaj kur... Jo. Më ndonë më sotër gjeta dashurinë e jetës, po më falë që po vazhdoj. Nuk thojnë këtë
Më mirë të dali syri se emri. Gjiban është gjë e mirë të dashurosh. Unë e di, po nuk e di njerëzit. Do ta din. Kush ka mend, do ta di. Pa merak. Sojnë natyra. Dhe në refren e lam, Nuk më bindi refreni, kjo është e vetmja gjë e sigurt, ndërsa këngëtarja e deri aty normal që edhe zë. atë e dim, e thap. Martina Bashkosh dhe ti. Më pëlqen kënga, por unë e kuptoj si që ka pëtosh me Badrina. Është pak vibe TikToku, do bëj viral në TikTok kjo kënga. E vërtet? Them se po, shpresoj që po. Presim. Rovena? Mua prandaj më pëlqeu se erdhi thjesht, kishte një motiv shumë të bukur që mu më goditi, ëmbël lehtë, bukur me staturën e saj. Kështu që unë Ndërkohë, gjatë gjithë kohës që ti këndoje, Gena buzëqeshte. Shka një lloj lumturie, duke shijuar këngën tënde, apo jo, Gena? Më pëlqeu goca shumë që momentin që u vendos në sken, mënyra që ajo e solli këngën me atë zërin e ngrohtë dhe me performancën me tipin e saj që ka, prandaj dhash Jeshile. Faleminderit, shumë faleminderit. Urime për fazën e parë, edhe një hap të ndanë në pallatin e koncerteve, të shohim, të shpresojmë, faleminderit. Kemi dëgjuar vetëm 3 artistë të rinj, gjysma tjetër do të na sigurojë dashuri, melankoni, rebelizëm apo mundësi të dyta. Ju bëjmë dije se pas përfundimit të emisionit në faqen zyrtare këngamagjike.com mund të votoni me yje këngën tuaj të preferuar. Kujdes, mund të votoni vetëm një herë për secilën këngë. Kënga Magjike 2025 është një nga edicionet me më shumë këngëtarë që vinë për herë të parë, por artistja që vjen tani rikthehet. Është hera e dytë për vajzën Korçare që nuk ka se si të mos i këndoj dashurisë. Me një kitarë dhe me shumë ndjenjë, u krijua kënga Se Doja, Flavia Zere. Kisha një si ti, të më jep të pak dashuri, e vazhdova të kërkoja, në çdo sy që unë takoja, molli për ty më merr të dal nga dal, se të doja, ti e di nuk jam e mirë, unë jo me edhe me shpirt më fal. Nuk është wow, por nuk është keq. Jo, nuk është keq, është mirë. Kishe një si unë, njerëzit ngjajnë, por dashuria kur unë e di që më shikoje, në çdo sy që ti takoje, të ngoj, unë e di o pak, se të doja, ti e di nuk jam e mirë, unë jo me fjalë. Edhe me shpirt më fal. Se të doja, ti e di nuk jam e mirë, unë jo me fjalë. A më doje, sa të doja, dua të shoh edhe
Flavia për një. Po kjo Korçar ka më gëna? Dgjoj tani. Korçarja mos mërzitet. Mua mu pa vendosur në këngë, më pa jashtë këngës. Megjithatë unë do kërkoj një duar trokitje për Gocën. Faleminderit. Më duke sikur ishe i jashtë këngës, jo brenda këngës. Prandaj do tash të kuqem. Jo, ka drejt Gena, me siguri do ketë drejt pak më vonë dhe Jonida. Por për herë të parë unë dëgjoj një balad që është gjithmonë, domethënë baladat në Shqipëri po kthehen s'mund jenë gjithse, është pak e shumë si Viroza që ka Jonida sot. Por për herë të parë shoh pozitën e një gruaje ose një vajze, e cila ndahet në dashur një pozitë superiore. Më në fund, ai djali që ka pas guximin të blejë një gjë të bukur si puna jote, domethënë paktën merr një mësim moral. Kjo është arsyeja e gjelbërimit tim sot. Roven? Më erdhi shumë e dobët, shumë e vakët gjithçka, nuk më duk një këngë që meritonte të shkonte më lart në këngën magjike. Siç e shikoj unë skenën e këngës magjike. Po Martina se ka menduar kështu? Më pëlqej se merdhi ëmbël, e pash që kishte ca pasigurit vogla, e mori vetin pjesën e dytë këngës, pëlqej interpretimi, por them që ndoshta sikur t'ishte pak më i mushën si material, do kishte kanë edhe disa jeshile tjera atje. Gjiban? Mu më krijoi emocion, dha emocion. Sigurisht që nga ana teknike besoj se ishte në rregull, po nuk ishte wow me lulet. Pastaj një kërçare që i këndon dashurisë se thot më fal, është gjithmonë një plus për ta votuar. Shumë faleminderit. Joni. Ashtu sikur se është qepur aq bukur ai fustani dhe të qëndron kaq bukur dhe dukesh kaq e hishme, për mua kënga nuk qëndronte fare. Atija kënga kishte diçka që nuk shkonte. Emocion as pak nuk më përçove, përkundrazi më përçove gjatë gjithë kohës pasiguri, unë isha në një ngërç se si do të shkonte deri te refreni, më së shumti nga gjithë materiali më pëlqeu orkestracioni. Faleminderit. Flavia të shoqëroj, vjoj me këngën tjetër. Misioni i këtij festivali është edhe të sjellë sa më shumë rryma muzikore. Ju ka marrë malli për pak hard rock? Radhën e ka një grup i krijuar në vitin 2022. Disa gjimnazistë ndrimtar morën një vendim, të këndojnë me sa forcë të kenë. Kështu lindi banda muzikore e cila do t'ju elektrizoj, sidomos dikë nga Juria që e ka rockun në gjak. Digjem, Troy Band. Janë rocker. Mjegu plot, kërkoj rrugë shpëtimi. Nuk kam Madrid veç hije, t'mallkimi. Çdo plot, më kaliti, më bëri, më t'fal, në flan, jam me gjallë, e nuk di gjë s'ka spit që më fikson, e ti prit ma dëgjoj. Super vokal. Jo nuk di gjë jo nuk di gjë i krisur, të rinë dëgjohet në rati. Gati, kush jam nuk s'më dëgjoj, kush jam nuk s'më shikoj, kush jam unë në këtë jetë, jo as kush nuk është perfekt. Ti vetëm mos më vlerëso, për kudo nuk pranoj ku të
ti më ngjall këtë natë që s'më ndal. Haroj premtime që dhe te shikime në kaspe unë jam çdo hi që kthehet dritë ajo që asku se ka prit s'ka sfit që më fikson e ti prit me ma dëgjon s'ka sfit që më fikson e ti prit me ma dëgjon jo nuk digjem jo nuk digjem Shumë faleminderit. Troj Band, merë 5 jeshile. Faleminderit. Gena. Goca me një vokal fantastik, grupi fantastik, nga shumë e bukur, kështu që ja dash me shpirt këtë ngjyrën e jeshile këtu. Shumë faleminderit. Edhe suksese. Faleminderit. Kelly, si një shijues i rockut. Po jo, po duhet pranojmë gjë tjetër. Këtu nuk kemi të bëjmë me rock. Domethënë hera e parë në historinë 25 vjeçare të këngës magjike që këtu vjen një grup që eksperimenton në heavy metal. Domethënë jemi krejt tjetër. Ju lumë për eksperimentin, ju lumë goca, jeni shumë të zonjat. Unë fakt ju njoh, domethënë ju ndjek, këtë vit keni qenë X Factor, keni qenë festivalin e këngës radio televizion. Mirë se erdhët në këngën magjike. Do ju duhet. Shumë faleminderit. Para të gjitha këtyre që the, Alda ka qenë në Mam po ti dhe ka filluar nga kjo ste. Okej. Jo, nuk ka problem. Vardit nuk e ke iden, sa më kishte marrë malli për këtë. Po dhe nëna kishte marrë malli për ty dhe sa krenar jam unë për këtë rezultat. Atëherë, Arkit, edicionin e radhës do bësh ba po ti. Pa tani. Roven? Tani unë jam një dashamir se fanse e rockut e pik. Ky është rock e pik, mu duk si një nga to muzikët e filmave mesjetar vetja. Kështu që e shijova, e shtypa. Jonit? Faleminderit shumë për grintën, kishte nevojë kjo sken, që edhe për artistë të rinj me kaq grint, me kaq emocion, i gjithë bendi ishte fantastik, edhe bravo të qoftë dhe ty për vokalin, për gjithë seriozitetin, edhe atë emocionin që na dhe. Më ke emocionuar mua, s'po di ç'a them tani. Martin? Unë do them vetëm diçka. Troj Band jeni shumë lart. Shumë lart. Jam kënaq. Ishte nga çdo aspekt perfekt, ndesh paraqitja skenike e vajzës, mënyra se si impostohet, si qëndron, zani, rryma, zhanri, serioziteti me cilën e merr këtë që bën. Nuk gjej fjalë, shumë beautiful, nice. Urime Alda. Të shoqëroj Ana Vion me artistën e fundit. Në minutat e fundit do takohemi me një kantautore e cila ka ardhur në 20 vjetorin e këngës magjike pra në vitin 2018. Karriera e saj ka nisur si këngëtare e muzikës live në muzikën pop dhe aktualisht po punon për albumin e saj. Java e tretë mbyllet me një balad epike si në pralla, me këngën Të gjithë njësoj, Elis. Wow.
I besoj unë vetës time e një shpirtin tim. I besoj unë jetës në gjodhimbje ka shërim. I besoj unë zërit mendes aty gjej qetësim. I besoj unë jetës në gjofund ka dhe fillim. Digje zemra saj, digje në panele. Digje zemra saj, digje djen me shdemje. Digje zemra saj, digje e di s'ka më tashni. Nëse ke gabuar, je lënduar për gjithmonë. Më lërë të mbaj në duar, të tregoj se je fort. Nëse ke gabuar, je lënduar për gjithmonë. Dëgjo se është e shkuar, në këtë tokë jemi të gjithë njësoj. Shpresoj të ketë ndonjë shpërthim. Nëse të vendosje vete në vendin tim, edhe derin e kësaj nate unë dhe bëj trit. Nëse të vendosje vete në vendin tim, edhe deri i kësaj nate duket si drit. Digje zemra saj, digje në... Më falë nga trova tekstin. Nëse ke gabuar, je lënduar për gjithmonë. Më lërë të mbaj në duar, të tregoj se je fort. Nëse ke gabuar, je lënduar për gjithmonë. Dëgjo se është e shkuar, në këtë tokë jemi të gjithë njësoj. Tani I pash. Atëherë kishe luhatja shumë të mdha intonacioni, një gjë që nuk falet e këngëtarët. Kur debutohet live. Së dyti, ke një timbër shumë të bukur, së bashku me Genën, madje po diskutonim, një ngjan shumë Soni Malajt në timbër. Ke një figurë skenike shumë të bukur, edhe kënga më lë shumë për dëshiruar, sepse ti nuk ishe e sigurt në këngën që solle interpretove këtu. Kjo të penalizoi. Por ti ke një figurë me të vërtet skenike të jashtëzakonshme. Faleminderit. Dhe një gjë që, okej, qëllon që ta gatrosh tekstin sepse nuk është as e para as e fundit, vazhdo. Gatroje punë e madhe, nuk ka asnjë gjë të keqe. Ideja është, më fal Ardi që po marr dhe unë fjalën, e ke timbrin shumë të bukur, e ke paraqitjen skenike. Kishe luhatit, ma ajo ishte e gjitha dhe besoj që nuk ishe përgatitur sa duhet. Jo se nuk je këngëtare, unë të konsideroj këngëtare. Besoj se ke vokal. Thjesht besoj se nuk ishe përgatitur siç duhet. Kjo është. Martina. Mua në fakt nuk më pëlqej materiali. Timbrin e ke shumë të bukur, ke dhe paraqitje shumë të mirë. Faleminderit. Rovena. Po. Kënga është aty për të të kënaqur dhe dukja jote është fantastike. Dhe unë e di pse e pata më të lehtë veja të kuqen, sepse ti ishe kaq e bukur, e veshur kaq mirë, por në fund fare ne gjithmonë themi pamja. Ndonjëherë mendo më tepër në atë që po jep, jo në atë që do të duket. Dukja ikën, ama emocioni që ti do lësh, shenja që do të lësh te publiku, ajo s'ka për ti kurrë, nëse arrin ta lësh. Gena. Elis, mendoj se çdo e kuqe për ty do jetë një trofe për ty për të ecur përpara. Kaq kam. Shumë faleminderit gjithëve. Faleminderit Elis.
Në playlistën New Artist u shtuan edhe 3 artistë të kualifikuar. Të gjitha këngët mund t'i dëgjoni në YouTube nën hashtagun BeMagic. E për të gjithë ju që doni të jeni sa më pranë festivalit Kënga Magjike, mund të votoni me yje këngën tuaj të preferuar në faqen këngamagjike.com ose mund të bëni follow në Instagram te Kënga Magjike Official. Dhe përpara se ta mbyllim, do doja të kujtoj se në javën e 10 të gjithë artistët që kalojnë në fazën e parë do të kalojnë edhe një herë përpara jurisë për të vendosur se kush do të shkojnë në netët finale. Në datat 19, 20 dhe 22 nëntor në Pallatin e Koncerteve. Kyte e fundit shkon për misteriozen magjike. A do vlerësoj edhe ti sot si juria? Jo. Për shembull këngën e fundit, si do ta vlerësoje? Me okej apo me gishtin poshtë? Okej, thot, okej. Je okej me jurin? Okej, me të tjerat ke kështu. Po. Kënga e Rokut si tu duk, ta kuptoj nga dora, nga lëvizja. Okej. Thjesht për të marrë një vendim se mos do të kishte një të kuqe mes 5 jeshileve. Kështu mbyllet dhe ky udhëtim i kësaj jave. Kujtimet që krijuam sot do të vazhdojnë të jetojnë me ne deri në takimin e ardhshëm. Ju presim këtu në skenën ku të rinj sjellin energjinë e magjisë. Ku artistët big sjellin eksperiencën dhe përvojën. Ku të rinj të projektojnë veten në një të ardhme të sigurt. Tani do bëjmë gara ne mes bigëve dhe të rinjve. Thjesht sapo kemi filluar sfidën. Pacim. Pacim.